Fshati Asim Zeneli, pjesë e njësisë administrative Antigone në bashkinë Gjirokastër, këtë verë po përjeton një gjallëri të dukshme. Jo vetëm emigrantët që kthehen çdo vit në vendlindje për pushime, por edhe turistë të shumë të vendase të huaj po e vizitojnë gjithnjë më tepër këtë zonë me vlera të veçanta natyrore dhe kulturore. Rrugicat e qeta dhe atmosfera tradicionale i japin fshatit një jetë të re gjatë sezonit veror. Kanë ardhur emigrantët, më kanë ardhur mbesat e një prete, më kanë ardhur këtu. Tash u larguan ikën. Ka nostalgji për fshatin? Kanë shumë, sidomos pra Asim Zeneli, fshati i bukur shumë. Se është afër qytetit, po është fshati i mirë. Kanë punuar shumë këtu. Po turist këtë vit? Turist vinë aty. Vënë sidomos. Vënë në Antigone lartë. Atje vënë. Ka dhe bujtina, ka shumë bujtina. Vënë, njerëzit flenë këtu. Pasaj vinë francezë që vinë me makinët e tyre apo stafat ata rrinë aty, te fusha sportit aty vinë. Mos a prek për emigrantët. Unë kam një djalë e 3 vajza. Vajzat i kam të 3 këtu në Gjirokastër. Djalin e kam në Zvicër. Erdi si vjetë? Erdi në një 15 ditë, vajti dhe një javë në plazh, do vi prap na 5 shtatori. Ka merak për mua, se më ka vetë. Ka nostalgji për fshatin? Shumë. Bile thonë se me të dalë që të dalim pension, thonë, këtu e kanë shpirtin, pra ndaj duan të manë çdo gjë të ngrehur, si thonë, në këmë. Po vizitorët e huaj, sa e duan fshatin tuaj? E duan shumë, e respektojnë, e preferojnë. Ne kemi Antigone në lartë, shkojnë dhe në Antigone, edhe këtu pëlqen janë bërë në fshat dhe shumë bujtina. Në datën 8 kishim festën e fshatit, edhe kishte një pjesëmarrje të papar, nuk. Është mirë që zhvillohen këto festat? Jo mirë, po shumë mirë. S'ka asgjë të keqe, përveç të mirës. Takojnë brezat. Kishte njerëz, kishte djemë të ri që janë kanë ikur, 10 vjetë që kanë ikur më shumë. I takova atje unë dhe një 2 nuk i njoha. Pastaj më vonë i njoha se kush qenë. Ka nostalgji për fshatin? Shumë. Bile kanë bërë një nisëm këta djemë të ri, janë në emigracion. Dhe duan të rregullojnë këtë vijin e vaditjes. Po ta realizoni, thashu do bëni gjën më të mirë. Inshallah e bëjnë. Banorët e fshatit, edhe pse në pjesën më të madhe janë të moshuar, vazhdojnë të jenë aktiv dhe të përkushtuar ndaj punëve të stinës. Ata merren me bujqësi, blegtori dhe kujdesin për tokat, duke ruajtur me fanatizëm traditat e trashëguara ndër vite. Për ta puna nuk është vetëm domosdoshmëri, por edhe një mënyrë për të mbajtur gjallë identitetin dhe kulturën e zonës. Kemi baçe këtu ne, edhe me zonjën bashkë. Çfarë keni mbjellë? Kemi domate, speca, partigjane, nga gjitha llojit kemi në ato. Punoni në mëngjes shpejt? Po, ngrihemi, të fakt, drejtë ngrihemi. Unë për vetim e bëj një lëvizje rreth një 3 kilometro, iki vetë vi. Kurse plaka mirët me baçen, mirët me speca, me partigjane, me të tëra këto qati. Sa vjeç je nëna? 86. Vazhdon punon akoma? Po. Ja ngrihem në mëngjes në orën 5:30, se vjen dhe ujë, se uajmë qik për ujë, është me orar, merë me nojnë punë, kam një 15 copë blet këtej, jo i shikoj, ju hethuj, jo bëj pastrim të koshtit, jo vadi të rushin, jo punër akështë. Vetë kujdeseni? Po, vetë. Burë më ka vdekur vajta 1 vit e gjysmë. Po për të mbjellë, çfarë keni mbjellë? Për të mbjellë, kam mbjellë vetëm ullisi vjetë, nuk kam mbjellë asë një perim këtu. Se më bjen vajzat, një që jam mund të ashti. Po banorët e tjere vazhdojnë punën? Po, të gjithë, merren me punë. Kush më shumë e kush më pak si pas mundësive, po perim me mjellën. Të gjithë mjellën perime, kanë dhe vresht, kush është janë më të rinë, mosha 60 vjeç, e lartë, merren dhe me, kanë bërë vreshtari, kanë mjellën lajthi, kanë mjellën ullinj të tëra. Vetëm merrem me baqeme. Me çfarë i keni mbjellë baqet si vjetë? Na të gjitha, na pak për vete tonë, jo për të shitur. Po banor që i shesi nuk ka? Jo, s'ka këto, na Asim Zeneli jo. Ka patur qik për përpara, po tani s'ka njeni.
Kjo ndërthurje mes rikthimit të emigrantëve, interesit të turistëve dhe përkushtimit të banorëve vendas po i jep fshatit Asim Zeneli një frymë të re zhvillimi. Vizitorët gjejnë këtu jo vetëm natyrë të bukur dhe qetësi, por edhe mikpritjen karakteristike të zonës. Kjo e bën fshatin një destinacion gjithnjë më tërheqës për çdo që kërkon të njohë jetën autentike rurale shqiptare.